shumë pyetje dhe nga ana juaj me të romanin shqiptarin, kështu që në fesë, çka ndodh sot me që Shqipëria për element satire, por nuk është satirik shqipërshin, është roman tragjik. Tragjik për shkak se tregon jetën e një personazhi i cili në fund fare, siç e thotë titulli i librit, u bë musliman. U bë musliman në kushte shumë të bukura, jo si një zgjedhje, si thosh, e lumtur, por për shkak të një shtrëngimi, për shkak të detyrimi. Pra jeta e tij solli që ai duhet të qenë ateist, një shkrimtar ateist i tonë në Tiranë, në rrugën e Kavajës ku jetoj dhe unë, në kap 8 ku jetoj dhe unë, 57 vjeç sa që jam dhe unë. I martuar 2 herë, këtu s'm qanë mua, unë jam martuar vetëm 1 herë. Ai do të martuar me gruan e dytë, ajo e tërhoqi shumë në këtë rrugë e fesë, ai ishte ateist, nuk besonte fare. Edhe ja ndikoi. Kishte aty në rrugën e Kavajës, ku dikush e njeh pak Tiranën, me siguri e njihti, është një zonë më interesante në Tiranë sipas meje është rruga e Kavajës, ka shumë kolorit, në gjitha kuptimet e fjalës, fetar, politik, urban, arkitektonik, kulturor, një zonë e vjetër e Tiranës, po bëhet që re sot po prishet dhe po ndryshon ditë ditës. Pra ka është një lloj metropol, një rrugë metropol për në metropol. Edhe mua më pëlqen shumë rrugë të Arpërdit nga Marisa aty jetoj, edhe kam përshkruar pak. Pra në tërësinë e gjithë këtyre elementeve, groja, rruga e Kavajës, xhamia rrugës Kavajës, muslimanët e rrugës Kavajës, një turk që shet në përcjellje të rrugës Kavajës, që ekziston vërtet me Ali Baba. E ke lexuar si? Një imam edhe disa rrethana të tjera aty, ky shkrimtari në fund fare u bë musliman. Edhe kjo gjë i ka dhënë titullin e librit. Kudo që shkojmë thonë pse e vënë emrin e musliman. Këtu në Facebook njerëzit më shkruajnë gjithmonë pse nuk e vënë jam katolik, jam ortodoks, jam ateist. Unë se kam plan për një seri kështu me libra fetar, po ky qelloi që ecë ky libër edhe ky personazh u bë musliman në fund fare. Libri nuk është shumë i gjatë, nuk është shumë i obez, një libër 500 faqe, ato janë bukur natyrisht, kur shkruan mirë. Po me sa kam parë, asnjëri nuk e ka sharë librin për shkak të obezitetit, pra për shkak se është shumë i madh. Po. Pra nuk është shumë i vështirë për lexuar, çfarë të them. Ky libër në fakt ka pasur çik fat, sepse jo gjithë librat kanë fat, ka shumë autorë si puna ime që fillojnë libër se mbarojnë. Unë kam dhënë disa herë, po ky mbaroi në fund fare shkoj deri në fund. E kam shkruar për rreth 60-70 ditë pa pushim, ose me pushime të shkurtra. Edhe mira po keq ka dhënë shumë kënaqësi. Shumë kënaqësi ka dhënë ato që e shkruaj. Kështu që kam shumë qejf ta ndaj me ju këtë provim sot. Zakonisht ne shkojmë për rrethe, kur dalin për provim, si në rrethe, kur dalin. Është një satirë njëkohësisht filozofike dhe sociale dhe fare pa fetar. Forca e tij qëndron te pyetjet që ngre. kemi ndërë që kemi me mesin tonë, pasi shpërdet një njëri me përpytje shumë të rada dhe në ka në sfidatu. Ai sfidon versionet tradicionale. Sot në panel kemi përveç shkrimtarin e individit. Ja, se që më thonë më pas Sokrat. Por ju, zoti... Si jam uzë shkrimtar në shajnë, nuk ishte këtë Se kom i mirë. E korrigjuar ti. Dhe një sekrete, jam musliman. Mbështetësit e tij, Kujtime të çuditshme. Ky solidari kujtimi i bukur nuk se dohet. se sa artistik. Edhe kjo, më tepër polemik. Historinë e një shkrimtari ateist, që pas krizave personale dhe një udhëtimi në me, dhe një ritëm gazetaresk. Ai përdor shpesh ironi, metafora dhe ritëm gazetaresk, si jam fare dakord. Ndërsi, këtu, idit dhe strukturave që kërkojnë ta kufizojnë atë. Deri veçantë për neve që ju veni këtu, dhe pastaj për Elbasan në Bushit, i cili sot i kthej Elbasan pas Artistike, më tepër se Sokrati dhe njerë që në tonë kështu. Veprat më të njohura të Blushit janë zonë historinë, ndërsa Blushi tendon ta
problematizoj dhe ta rivër në diskutim. Plakën mbarë që i shkëton kapitalizmi i egrë. Se për e të pronë originalitetin, të thejt punët. Unë së besoj se është por para 80 vjetësh. Sepse konfetarizohemi, apo gjemi strek e feja